Kjo është gënjeshtër, është totalisht e pavërtetë çka thotë, se s'është e vërtetë që ka qenë kohën time. Edhe në cilën kohë ka qenë? Kandidati PDK-s në kohën kur ka qeverisë LDK-ja. Edhe e din mirë, po qëllimisht dëshiron, se gjatë gjithë kohës është bërë propagandë dhe vazhdon propaganda e një pjesë të madhe që i ka një ekip të propagandës kogjet strukturuar në Ferizaj, duke shpif edhe duke propagandu për gjëra që s'janë. Unë çka thash? E ka betonu fushën, ky po e pranon vetë që ka nisë ndërtimin në shkolle në kundërshtim me dokumentet të planifikimit. Çish mundet stadiumi i futbollit të bëhet për shkollë pa kalu në asamblenë komunale, pa ndru dokumentet të planifikimit. Ky kundërlehtëshëm ka filluar ndërtimi i shkollës midis fushës së futbollit. Ky e ka shkatërruar fushën e futbollit. E unë nuk po them asnjë gjë që s'është. Ne të më thotë ky që s'është ashtu, unë e kërkoj falje. Ai ka betonu fushën e stadiumit. Ja po është mundësia ta thot, urdhëro kryetar? Ai ka betonu vetëm kjo. Po tani pyetje tjera. Unë po përgjigjesh në pyetjet e kustimit. Jo se në kuadër të debatit, në kuadër të vetëm pak. Ai ka betonu fushën e futbollit Ismet Çabani. Ju lutem, urdhëro. Zoti Sadiku, nëse e rikthejmë incizimin dhe do shihni që për vetëm 5 minuta Zoti Haliti bëri dy përgjithësi. Së pari tha që është ndërtuar në kohën e pushtetit të PDK-s, dhe sa për 1 minutë e gjysmë, sa për tha në kohën e LDK-s. Kjo është spini që e përdor kë. Unë tha shkollën e ke filluar ti, e ke betonu, shkallët janë ndërtuar në kohën e LDK-s. Kur do keqe me shkollë nuk ka, se ju do vurë nëse janë shkollë, jemi korrekt sepse Okej, Haliti dhe Alio, vetëm pak, jemi fjala ime kundër fjalës tënde. Po fjala ime kundër fjalës tënde i nxjerr jashtë lojës kandidat tjerë, unë jam përpiqem të jemi barabartë. Zoti, vetëm pa përfundoj një ndihmë. Rikonstruimi i asaj zone në momentet kur ka qeverisë